Shqipëria dhe Greqia nënshkruan sot një marrëveshje shumë të rëndësishme për ndarjen e kufive detar mes tyre gjatë vizitës në Tiranë të kryeministit grek Kostas Karamanlis. Kryeministri shqiptar Sali Berisha tha se marrëdhëniet mes së dy vendeve janë të shkëlqyera dhe se nuk ka çështje të mbetur pezull që të mos zgjidhet nën frymën e dialogut. Nga ana e tij, kryeministri grek tha se mbështet integrimin evropian të Shqipërisë, duke përmendur megjithatë se respektimi të drejtave të minoriteteve është një kusht thelbësor. Nga Tirana sill hollësi korrespondenti ynë Armand Mero. Kjo ishte vizita e parë e kryeministrit grek Kostas Karamanlis në Shqipëri. Një vizitë e cila vjen pasi mes dy vendeve janë nënshkruar dy marrëveshje të rëndësishme. E para ajo për ngritjen në jug të vendit të varrezave të ushtarëve grek rënë gjatë luftës italo-greke dhe e parë me shumë skepticizëm dhe kritika në Shqipëri. E dyta u firmoi sot mes ministrave të jashtëm të dy vendeve dhe ka të bëjë me përcaktimin e kufive detar. Një marrëveshje e cila përcakton ndarjet territoriale mes dy vendeve dhe që ka qenë mjaft problematike veçanërisht për zonën në kanalin e Korfuzit. Megjithatë, për përmbajtjen e saj, për atë që Shqipëria ka lënë ose ka marrë, është mbajtur një heshtje plotë, madje nuk u fol as në përfundim të takimeve. Të dy kryeministrat u mjaftuan me vlerësimin se ajo përbën një hap cilësor në marrëdhëniet mes dy vendeve. Kryeministri Sali Berisha i cilësoi këto marrëdhënie si të shkëlqyera. Marrëdhëniet tona politike janë të shkëlqyera dhe jam i lumtur për këtë. Nuk ka çështje mes nesh që mund të mos zgjidhet në frymën e dialogut dhe bashkëpunimit. Kryeministri Berisha siguroi se ka marrë mbështetjen e Athinës për objektivat e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Nesër kryeministri shqiptar do të dorëzojë aplikimin për statusin e vendit kandidat. Por homologu i tij grek foli më tepër në linja të përgjithshme duke kujtuar se Shqipëria duhet të plotësojë disa kushte që do të lehtësonin afrimin e Tiranës me Brukselin, duke përfshirë në to edhe respektimin e të drejtave të minoritetit. Zgjedhjet sipas standardeve ndërkombëtare, shteti ligjor, lufta kundër korrupsionit, respektimi i plotit të drejtave të njeriut dhe minoriteteve janë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Kryeministri Berisha tha se të drejtat e pakicave greke mbeten në qendër të vëmendjes së qeverisë së tij. Sigurova kryeministrin se Shqipëria mbetet plotësisht angazhuar për një respekt të plot dhe bashkëpunim dhe se është në fokus të qeverisë time për të investuar dhe për të mbështetur komunat minoritare që të ndryshojnë shpejt dhe pozitivisht jetën e tyre. Si rand ndonjëherë në përfundim të takimeve të këtij niveli, të dy kryeministrat u larguan pa marrë pyetje nga gazetarët e interesuar për përmbajtjen e marrëveshjes apo dhe problemin e pronave të çamëve për të cilin shtypi grek kishte paralajmëruar se nuk do të prekej fare. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.